Juria Një Zëri ka vendosur që albumi më i mirë i vitit të shpallet Herë Lyps, Herë Mbret, kënduar nga Shyrete Beluli dhe Mahmut Ferati. Shyrete Beluli, Mahmut Ferati, urdhroni në skenën toni, lutem. E mrekullueshëm. Pak më tepër do Ardhurkitja, ju lutem. Albumi më i mirë i vitit. Shyrete Beluli, Mahmut Ferati. Mirë se erdhët për së dyti, urime dhash Zoti vetëm me shpërblime. Unë mendoj se ky çmim është më i mirë, mendoj për ne këngëtarët. Unë kisha dashur t'i përshëndes bashkëpunëtorët që e kemi punu këtë album, pra Fatmir Muja i cili ka shkruar tekstet dhe ka bërë disa këngë me muzikë, mandej produksionin muzikor Emra Komi që na ka përkrah. Faleminderit shumë. Ka vetëm një asi, unë nuk ishe dyve, për na jep. Njëri do të mbas statuetën dhe tjetri mirënjohjen, vitin tjetër e ndroni. Ishte një album.